Lantomir Lal, ky ishte fundi, shkruar nga Ande Bushati. Në harkun e më pas se 24 orëve Veliaja humbi betejën me drejtësinë dhe atë në parti. Ai mbeti në burg pa mbështetje nga Partia Socialiste dhe njerëzit e tij nuk do t'i shohim më në kuvendin e ardhshëm. Pas asaj që kanë ndodhur ditët e fundit, mund të thuhet pa frikë se ylli politik i Erion Veliajt është fihur. Dy ngjarje që një rastësi fatale i afroi plan njëra tjetrës në kalendar, e konfirmuan këtë. E para ndodhi në sallën e apelit të gjykatës së posaçme. Tek dyert e saj nuk u mblodhën as militantë rilindas dhe as nënpunës bashkie për të shprehur mbështetjen për ivullin apo nënpunësin e tyre. Shefi i madh u apengoi me ferman duke shpallur se ajo që kishte ndodhur një muaj më parë ishte e gabuar. Pranvera e vetmisë së madhe të Lalit vijoi me braktisjen e mbështetësve nga deputetët socialistë. Pasi Edi Rama bëri shembull një status të Etienne Xhafajt, askush nuk guxoi të shprehë më solidaritet politik me të burgosurin e Durrësit. Në këtë atmosferë braktisjes u zhvillua seanca e vlerësimit të masës së arrestit. Në apel, ku SPAK pretendoi se kishte sjellë disa përgjime si prova të reja. Po është e mundur që Veliaj e la pa dashur të binte në kurth që askush nuk e njoftoi për to, nga drejtoria e burgjeve apo Ministria e Drejtësisë. Nëse këto institucione kontrollohen nga Partia e Shtet, si ka mundësi që nuk u gjen një njeri vetëm që ta paralajmëronte kryebashkiakun në detyrë se sa rrezikonte me porositë që jepte nga qelia. Mosvalle kanë lënë në rënje të lirë, po të shohësh listën e mbyllur pra ata që janë të sigurt të rizidhen, aty nuk gjen asnjë përkrahas të Lalit, ndërsa në pjesën e hapur të saj ka mbetur 5 apo 6 kandidat, më shumë për të shtrydhur për ato që kanë fituar në të shkuarën, sesa si premtimet të së ardhmes. Zor se ndonjëri prej tyre do t'ja dalë të hyjë në kuvend. Me përjashtim të Fatmit Xhafaj që më tepër i përket partisë se sa aleancave të përkohshme që ndërton për të mbijetuar aty. Asnjë nga mbështetësit e dikurshëm të kryebashkiakut nuk do të jetë më pjesë e grupit të Partisë Socialiste në kuvendin e ri. Pra në arkun e 2-3 ditëve Veliaj ka dalë i humbur dhe në raport me drejtsinë dhe në raport me partinë. Karriera e tij është e komprometuar në mënyrë të pakthyeshme, por çudinë të gjithë atyre që iluziononin për një kohë gjatë se ai do të ishte pasardhës i paracaktuar i Edi Ramës. Në atë parti të ngritur vetëm për lavdi, përfitimet për pushtete e pamatë të një njeriu nuk ka pasur asdje dhe nuk mund të kishte kursësi numër 2. Mënyra se si e flakën Lalin është edhe shembulli më i pakundërshtueshëm për të gjithë ata që duan të rezistojnë kësaj të vërtete.